Vllaznia është mposhtur nga Elbasani me rezultatin minimal 1-0 në ndeshjen e luajtur në Elbasan, e cila është e vlefshme për javën e 15 Abisnet Superiore. Vllaznia luajti me një futbollist më pak që në minutën e 27, pasi mbrojtësi Elmando Gjini u ndëshkua me karton të kuq. Në pjesën e dytë, në minutën e 49 të takimit, Cago e kaloi në avantazh Elbasanin. Në të 79 minutë Traversa i mohoi golin Kallakut pas ekzekutimit pothuajse perfekt të një goditje dënimi ballore. Megjithatë, pavarësisht rasteve, Vllaznia nuk arriti të barazonte rezultatin, duke mbyllur ndeshjen me rezultatin 1-0 në favor të Elbasanit. Pas kësaj humbje, trajneri i Vllaznisë Edi Martini ka reaguar me tone të forta, duke shigjetuar hapur arbitrin e ndeshjes Sulcit Ferataj, ku nuk i kurseu akuzat ndaj tij. Jo, jam i mërzitur për djem, nuk jam i mërzitur për humbjen. Sot jam më i qetë se ndeshjet e tjera që kena humb, qoftë me Durrësin apo barazimin që kena bë me Voren. Sot djem bën një lojë mirë, luajtën gjithçka për gjithçka, në maksimumin gjithsecili. Për këtë duhet i falenderoj dhe t'i them bravo jo qoftë. Pa normal, shumë. Po ta shihni kartelin e parë të verdhë është qesharake, e dyta mandej është rralla në sport, kjo është e pabesueshme. Një ndeshje të tillë me gjithë ato arbitrat mirë të FIFA-s që kena, mos të ishte një i tillë sot, dhe të ishte Ferrate që është gati me lënë. Si më thonë, është kap qatë kapësh, edhe kjo është ajo që mu më shqetëson, se tensionin fush, nuk është normal, ne është vendi parë, vendi dytë, është gjënaf që t'i hahet mundi djerë sa djemën për të farfet. Nga ana tjetër, trajneri i Elbasanit, Ivan Gozdenovic, u shfaq shumë i kënaqur me këtë fitore ndaj Vllaznisë, pasi sipas tij ishte e merituar. Po, jam shumë kënaqur, edhe ti e drejtë, sot ishte një derbi, dhe ishte një ndeshje shumë vështirë. Kam shumë respekt për Vllaznia si klub, edhe për tifozat, por sot ne ishim skuadra më mirë, edhe merituam do fitojmë në ndeshje. Patjetër nuk ishte kollaj, ishte fort, vendoset një gol, ishte një gol bukur nga Blezi, por ndoshta mund do fitojmë edhe me një gol tjetër, sepse Ze Gomes ishte një rastit shumë mirë edhe pastër. Por në fundit mund do flasim për pikat, edhe patjetër jam shumë kënaqur me një fitore dhe me 3 pikat. Tashmë pas kësaj ndeshje, Vllaznia ndodhet në vendin e 4 me 25 pikë në total.